Dhe ai që udhëzohet për vete, por udhëzimi i njonit është i dobishëm edhe për tjerët, dhe tjese ai që udhëzohet tjese shembëltyr, të jese model i udhëzuari, ai që fal namaz, ai që bën haxh, ai që lexon Kur'an, ai që është i përkushtuar në Islam, duhet të jetë model. Nuk duhet të jetë musliman vetëm në xhami, se në xhami pak është Islami, në xhami falet namazi, normal që është shtylla e dinit, por aq sa qëndrojmë në xhami, aq përqindje është Islami në xhami. Mandej Islami është jashtë. O vëllezër të dashur, do të sjelli këtu një rast që do të thotë, ne si musliman duhet të mundohemi që ta paraqesim Islamin ashtu si është, i pastër. Të mos e njullosim Islamin me punët tonë. Të mos e njullosim haxhillokun me punët tonë. Të mos e njullosim hoxhallokun me punët tonë. Po ajo më kryesore Islami është që të mos njulloset, e pastaj të mos njulloset edhe familja, edhe kambi si kamb, e mos flasim për fen që duhet ta ruajmë si disit e ballit. Në një kohë, kur kanë shku haxhilerët në kam në ato kohra, një musliman nga Stambolli është nis për në haxh, dhe normal do të kaloj ka Shami. Shamit i kanë thonë njërvon Shami Sherif, Shami i bekuar, Shami bjen pjesë në Palestinë. Andaj ato vendin të bekuara me Kur'an, me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Haxhiu në fjalë, duke shku rrugës, kupton dhe ndëgjon se për rrugë ka hajna, vjedhsa. Po ai ishte kon njeri pasur dhe i pastër. Subhanallah, nuk ka mirat më të madh se të jetë muslimani i pasur, po në të njëjtën kohë dhe i pastër. Kishte marrë përveç asaj që i duhet, shuma që i duhet për më shku në Mekë, në Medinë, në haxh dhe me u kthyi, kishte marrë plus edhe 40 lira, ari. A dini pse i kish marrë? Ti shpërndaje në Mekë dhe në Medinë. Subhanallah, se Mekë dhe Medinja nuk kanë qenë si sot, o vëllezër të dashur. Mekë dhe Medinja pasi është zbulu nafta, është pasuru, se ka qenë varfri, fukarallahu i madh. Ti shofish ato fotografitë e xhamis pejgamberit dhe të Qabes para nafta, atje shef se në çfarë gjendje ka qenë. Kur ta shofish sot, dikush mendon se çashtu ka qenë. Jo, i nderuar. Andaj, ai kishte marrë 40 lira tepër për të shpërndarë 20 në Mekë, 20 në Medinë. Për hajrat, subhanallah. Kur mbrin në Sham, vjen në përfundim që të mos i merr me vete, se rrezikohet për rrugë, mund t'ja marrë. Dhe hinë në një dyqan, në një artari, argjentar, e shef njeriun i mirë, musliman, e përshëndet me selam, a je mirë pret, dhe kia të regon hallin. Thot jam nis për në haxhillëk, o vëlla, o zoti razi, zoti kabul, bën dua, mos na harroj, këtë qefse, po e shef një haxhi të ardhshëm, që do bëhet haxhi. Thot o vëlla, unë e kam, Allah i razi, po e kam një lutje, thot e kam një kërkesë. Urdhno, tha i kam 40 lira tepër. Nuk guxoj ti marr rrugës. A mund të t'i jap ty, të t'i la që kur të kthej ti marr, të t'i la emanet? Subhanallah. Tha po vëlla i dashur, rahat. I mori më shtjelli me një mindil të kuq, dhe në një raft ati mrapa i la dhe vu diçka që mos duken dhe tha, inshallah kur të kthehesh që këtu i ke, edhe me nuk qenë unë që këtu i ke, ta dish. Subhanallah, shkon ai e kryen haxhin, vjen kthehet prap, duke ecë në çarshi me një dyqan i ngjajti si kuraj dhe njeriu që ishte si kuraj. Edhe hinin brenda, selamu aleikum, aleikum selam, njeriu nuk e njeh. Tha nuk më njefa. Tha jo bre vlla. O, tha. Shkon 40 lirë. O vlla, tha, unë të shku rrugës andej, tha, i lasht e ti 40 lira emanet, ti më tha që këtu i kam lonë, tash po ju bjen një qara, estagfirullah. Tha në Sham jam, Shami Sherif, subhanallah. O vëlla, tha, nuk ke lonë gjatë e une. More i kam lonë, mërë si kam lonë. Dikur,
njeriu në fjalë, dyqanxhiu, kur e pa se ki ngull kam, tha ulu vlla qëtu. E thiri një kojshit vetin, tha ec këtu, ulu bari muhabet, bëj shoqni i këti se unë kam pak punë, dhe porositi qajt pijin, dhe shkoj. Erdhi me 40 lira, dhe i tha vllai dashur, ti gabim je, ama pas i ke ngull kam, se mi ke lon mu emanet 40 lira, që urna. Aj edhe mo me atë menden se jon lirat e veta. I mori, doli, të shku edhe pak mandej, kur e shef një dyqan, edhe dyqanxhin, tha më duket se që këtu i kam lon. Hinja ti, selam aleikum, aj kur e pa, aleikum selam, e zoti shpërblefte, mirë se erdhe, zoti Kabul, a ke bo do për mua? Tho vlla, tha unë e kam bo një gabim, ha? Po kështu ja tregoj rastin. Ja, tha gabim o vlla, që e tha? Që e këtu me mindilin e kuq, që e lirat tua, a më mbre tha më shoqëron ta i njeri, ta i kojshia jot, po tha, kur shkun, tha o vlla, tha ma bon halal, tha, se te ki pas kam lon, jo te ti, ani tha s'ka problem, që e tha lirat tua, ma bëj halal, nuk ka problem, halal, tha, e ta është pyetja, kjo është pyetja, tha, e po pse bre vlla, tha ti pa mi pas hiq borç, që si kam lon te ti tha shkovi i more dhe mi prune, o vlla, tha, pa tjetër, tha pse, se nuk doja unë që ti kur qësh në Stamboll të thush banor të Shamit të tradhtojshin emanetin. Allahu ekber. A e morët mesazhin o vëllezër? Ha? A dini 40 lira ja ka dhonë që ta rujen derin e Shamit. Që të mos thot nesër a gjenë Stamboll, kur qkoj thote, ja lash njonit të Shamit 40 lira, kur u ktheva, jura një qarë. Pra ndoj thot ti kom dhonë, se unë e dhja se s'kelon gjotë une. Subhanallah, atëheru befasu, muslimani tha o ma bëj halal. Edhe kështu, i mur lirat e veta, ja kthej aty dhe vazhdoj rrugën. Kjo është pra meselja, kjo pra është poenta, që muslimanët e kanë pas problem, edhe qytetit mos janë nxjerrë fjallën e keqe, edhe qytetit mos janë nxjerrë emnin e keq. E ne sot, sa kujdesimi për qytetin, sa kujdesimi për lagjen tonë, të mundohet çdo njani që e keqe mos ketë të keqe në lagjen ti ku jeton, të mundohemi ti eliminojnë, ti menjanojnë të këqia, nëse paraqitet do një e keqe me njëherë, si kur zhuga, si kur viru, si kur paraqitet, shpejt duhet ta pengojmë që të mos përhapet. Hajde mo lagjen, po në shtëpi tonë me ndodhe keqja, e ne mes mu mërzit hiq, subhanallah, e në familjet tona me ndodhe, andaj, ve me jehtedi, fe inne ma jehtedi, li nefs, aj që udhëzohet për vete, por udhëzimi ati duhet jetë shembull, model edhe për tjerët. Ve me ndalle, fe inne ma jedilu alejha, ata që mbesin delalet, damin dhe që shofin sherrin vet, ama edhe tjerët mund të kenë dam pre ati që ka deviju, por muslimani bindur, muslimani i shkolluar, muslimani që e din dinin, nuk mashtrohet, në të bërtasin ata, në të flasin ata, që janë anti-islam apo islamofob, këtë din, këtë fe e ka marrë në mbrojtje Allahu Dhul Jalal.